S'di pse, po gjithmonë, kur e kujton fëminin, të kujtohen prindërit. Dhe ato momentet me ta, se kur je fëmi, për ty krejt bota janë prindrit. Edhe une momentet e para që i mendoj që ku janë prindrit dhe natyrisht që... E marrë shumë nga të dy, nëse flasim prej fizionomisë. Po, këta e në prindë të mi, edhe emocionohet. Sidomos, po e shoh që sa ma shumë që po kalon koha, aq ma shumë me ndonë për ta dhe i kujton. Ka qenë vështirë vazhdimi jetës pa ta? Po, ka qenë vështirë, sepse babai ka vdek që 30 vjetë, ndërsa nana ka vdek që 15 vjetë, kështu që një kohë bukur e gjatë pa ta. Edhe mendoj shpesh, i kujtoj shumë shpesh, edhe sidomos kur je edhe vetë prind, edhe ma shumë kujtohesh për ta. Sidomos kujtimet për ata që si kemi na vinë gjdo ditë, po specifikisht në momente ose në data. Në ditë të caktume kujtohesh edhe ma shumë. Sidomos këto ditë kur janë kështu pak, kur je pak ma i emocionum, kur je pak ma i ndishëm, atëherë i kujton prindrit. I kujton. Është e pashmangshme. Ata kanë qenë për herë për krahas nda jush, për rukëtimin, për studimet, për përzgjedhjen e profesionit? Baba nuk ka arrit me më pasi gjyqtare. Në vërtetëm ka pa, po shumë shkort në atë periudhen, pasi që jemi larguma, nuk ka vdek në 96-ën, ka vdek shumë herët, edhe nuk më ka pa pastaj, nuk i ka pa arritjet e mija, e ka pa vetëm atë largimin, edhe nuk i ka pa ato arritjet e mija, nuk më ka pa në gjykatën supreme, nuk më ka pa, edhe mbetet ashtu një peng. Sepse i ka qenë vetë jurist, ka qenë profesor i fakultetit juridik, edhe mbetet një peng për jetë shumë, sepse ka vdek në moshtëri. Dërsa nana më ka pa, po, nana është nanë dhe gjithmonë mungon. Asnjëri se zaventson figurën e tjetrit. Ka ndiku babai që natyrisht. Ta ndjekësh rrugën e tij, patjetër? Natyrisht. Ka qenë si e natyrshme me vazhdu. Është ditë, ka qenë punë e kryme. Si e natyrshme ka qenë dhe është vendosë qysh ma herët. Dhe sigurisht me gjithë këto vite përvoj, edhe ashtu si që i falem në fillim të çështja e pensionimit, plus të kur bëhesh nan vetë, mandej, dënë me qenë shumë afër edhe këtyre ditëve të rëndësishme mandej për fëmijët e tua, me qenë se juve ju kanë mungu prindrit. Sot si nan, edhe gjatë gjithë këtyre viteve, ke ndonjë peng si nan, pra për shkak të angazhimit në punë, a ke humbë diçka të rëndësishme në familje? Shumë shpesh kom humbë shumë momente, sidomos për shkak të angazhimit si kryetare e KQZ-s, ku ka pas shumë zgjedhje, shumë ciklet zgjedhjeve të, po thuj se si kur tash që kemi zgjedhje çdo vit, edhe në atë periud kemi pas shumë zgjedhje lokale, parlamentare, përsëritje të zgjedhjeve, komunave. Dhe me thonë, ka pas vazhdimisht aktivitete dhe vazhdimisht kam qenë jashtë larg familjes, jashtë shtëpis, dhe ka pas momente të cilat i kam humbë, kam pas momente, sidomos mbetet peng djali i vogël, Adheu, djali i vogël, i ka 27 vjetë, po për mosht i vogël. Për nanën gjithmonë mbetesh i vogël. Po, e kam humbë ditën e momentin kur ka përfundu gjimnazin, shkollën e mesme, kur e ka përfunduat, kur i heqin kapelat, kam humbë shumë ditëlindje, kam humbë shumë... A kanë qenë mirë kuptus gjithmonë, apo edhe hatër mbetje dojherë? Po, kanë qenë mirë kuptus, mirë po edhe... Të mërzitur? Disa herë edhe ma kanë përmend, që nuk kom qenë atëherë kur ndoshta është dashtë me qenë aty për ta.
për ta aty në momente të bukura, por edhe të vështira. Ka pas edhe momente të vështira. Di që një nga përjetimet që ju le të keni kalu ka qenë